dhe ndalon nga punët e liga. Andaj, ai person, ai njeri që thot me gjuhën e vetë se unë jam mu'min, unë jam muslim, e nga ana tjetër nuk i zbaton urdhrat e Allahut Dhul Xhelal dhe nuk largohet nga ajo që Allahu Dhul Xhelal na ka ndalu, personi i tillë është gënjeshtar me deklarimin e tij për imanin. Lidhur me këtë, Allahu Dhul Xhelal thot: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Thot Allahu Dhul Xhelal, ka disa njerëz që thojnë çka besojmë Allahun dhe jetën e ahiretit, por thot në realitet ata nuk janë besimtar. Allahu na ruaj. Për këta njerëz të luhatshëm që nuk janë stabil në din, nuk janë stabil në fe, bëjnë fjalë edhe shumë ajete të tjera, por ne po i përmendim vetëm këto dy ajete të cilën po i lexojmë përpara jush. Allahu Dhul Xhelal në vazhdimin e ajetit tjetër a thot: yukhadi'una Allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Thot Allahu Dhul Xhelal, ata përpiqen thot ta mashtrojnë Allahun, ata përpiqen thot ta mashtrojnë Allahun dhe ata që kanë besu, por në realitet thot nuk mashtrojnë dika tjetër për pos vetvetes së tyre, por këta thot nuk e vërejnë. Allahu Dhul Xhelal thot: fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Thot Allahu Dhul Xhelal, në zemrat e tyre ka smundje. Në zemrat e tyre ka smundje. Pra Allahu u ashton smundjen, ata i thot dënimi i ashpër për shkak se gënjejnë. Të nderuar vëllezër, me siguri në kohën e sotit ka njerëz që paraqiten si musliman, por vetëm me emër dhe dëshirojnë iman pa vepër, iman pa namaz, iman pa zeqat, iman pa agjerim, iman pa hax, iman pa tauhid dhe iman pa besim. Allah i na ruaj. Xhamati nderuar, njeriu para se të flasë duhet të mendojë mirë se çka po thot. Këtë këto që po i përmendim janë mesazhe të cilët ne i kemi kaluar në ciklin e ligjëratave tona gjatë muajit bekat Ramazanit. Muaji bekat Ramazanit është muaj i reflektimit. Muaji Ramazanit është shkollë në vete dhe kjo shkollë ne kemi kaluar këtë muaj bekat Ramazanit. Por çka a kemi investuar në vetveten tonë dhe sa kemi investuar në vetveten tonë, tash do ta shohim në ditët, javët dhe muajt, në muajt tjerë në vijim. Për këtë arsye ne duhet të pasim kujdes se çka flasim, çka veprojmë, çka punojmë, si sillemi dhe si veprojmë, sepse për shkak se njeriu mund të rrashqes dhe të bjerë ndonjë moment nga cila nuk mundet me dalë. Këtë po e them duke menduar fjalën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, sepse pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nari ab'ada mimma bayna al-mashriq wal-maghrib. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, vërtet thot njeriu me një fjalë të folur, me një të folme mund rrëshqaset e zjarrit të xhenemit, ashtu thot që është distanca ndërmjet lindjes dhe perëndimit. Vëllezër të dashur, lidhur me këtë, dëgjoni edhe çka thot Allahu Dhul Xhelal në Kur'anin e Kerim: ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Thot Allahu Dhul Xhelal që ai nuk hedh ndonjë fjalë e mos jetë pranë tij për cilësi i gatshëm. Allahu Dhul Xhelal me këtë ajet kuranor na bën me dije të qartë për melekët të cilët edhe i marrin shënime. Thot Allahu Dhul Xhelal: kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Janë shkrues të ndershëm të Allahu Dhul Xhelal, atë thot e di se çka punoni ju. Pasi është kështu, ne duhet të largohemi nga gjunohet. Muaji bekat i Ramazanit është muaj në të cilin neve na ka eduku, na ka bërë tërbije, na ka mësu, na ka dhënë disa rregulla të ushqyerit, rregulla të vepruarit, rregulla të cilat ne duhet të vazhdojmë edhe jashtë muajit bekat të Ramazanit. Më shkurt, muaji bekat i Ramazanit na ka dhënë disiplinë në sistemin tonë të jetesës. Pasi është kështu, ne e kemi të qartë dhe e dim
se gjanat të cilët Allahu Dhul Gjelal i ka ndalu dhe ne gjatë muajit begat Ramazan jemi përvyk si cili prej nesh me u largu, me u distancu, me përmisu, dikush fjalorin e ti, dikush raportin e ti me Allahu Dhul Gjelal, dikush raportin e ti në shoqëri, dikush raportin e ti në familje dhe kështu me radhë. Pra njeriu largohet, është dashur të largohet dhe duhet të largohet vazhdimisht prej gjunaheve, nga gjunahet, nga gënjeshtra, nga shpifja, nga armiqësia, nga tradhtia, nga përgojimi, nga sharja edhe shumë punë tjera të cilat Allahu Dhul Gjelal i ka ndalu. Pra, ai person të cilin gjendet njëna për këtyre cilësive të këqija, runa Zot mund të bjen kategorinë që pejgamberi alayhis salatu wasalam na ka tërheq vërejën, kategorinë e në munafikut. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, ayatul munafiqi thalatha, thot shenjat e munafikit thot janë tre. Idha haddatha kadhab, thot kur flet thot rrein gënjen, wa idha wa'ada akhlafa, kur premton thot nuk e bën premtimin, wa idha tu'mina khan, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, kur i beson diçka thot tradhton e humb besën. Kurse në një rivajet tjetër të Imam Muslimit i shtohet edhe një pjesë këtij hadithit dhe thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Jashtë këtyre cilësive thot edhe nëse agjeron, edhe nëse falet, edhe nëse mendon se është muslim. Allah i na ruaj. Për këtë arsye ne duhet të kemi kujdes me veprimet, sjelljet, punët e tona. Shkurt në mënyrë për me kuptu, ne duhet më uzu nga gjumi, mos bejzon veprat asgjë, por përpara Allahu Dhul Gjelal të jemi të kujdesur si me namazin ton, si ishim të kujdesur me agjerimin ton, kështu duhet të jemi të kujdesur me vazhdimësit në jetën ton. Në zemrën e muslimanit duhet jetë Allahu Dhul Gjelal, Allahu Dhul Gjelal dhe askush tjetër. Në zemrën e muslimanit duhet jetë Allahu Dhul Gjelal dhe askush tjetër. Dhe për ta pasur parasysh këtë, ne i kemi dy çështje. E para, Allahu Dhul Gjelal duhet ta dim se Allahu Dhul Gjelal s'ka nevojë për mua dhe për ti edhe për ibadetin tonë. Dhe e dyta, nga rezultojnë dy gjëra tjera. Duhet me pash parasysh se unë edhe ti nuk mundem me ju bind e më nënshtru Allahu Dhul Gjelal për vetëm se me mirësinë e Allahut Dhul Gjelal, dhe nuk mund me u largu nga gjunahe vetëm se me fuqinë e Allahut Dhul Gjelal. Prandaj Allahu Dhul Gjelal është ai i cili na ndihmon që të lajmë gjunahet, të largohemi nga gjunahet. Ja duajt begatë Ramazanit, Allahu Dhul Gjelal na ka begatuar me shumë mirësi dhe me shumë urtësi, të cilat ne shumë pak ndoshta i dim dhe shumë pak falenderojmë. Por mirësia më e madhe është mirësia e dhuntisë së imanit dhe islamit dhe dhuntisë së faljes. Allahu Dhul Gjelal na pas pranu agjërimin ton. Allahu Dhul Gjelal na pas pranu çdo ibadet që ne kemi kryer. Allahu Dhul Gjelal qoftë razi, qoftë i kënaqur me ne dhe veprat tona. Nëse ata do ta bëjmë një pauzë të shkurt pastaj për të vazhduar domosdoshmë. Dëshuri në zemër e kam, si kur unë askush nuk të don, veç njëherë me symet pa, lumbafsha për ty Rasul Allah, veç njëherë me symet pa, lumbafsha për ty Rasul Allah. Selam kelli nga Kumanova, ja Rasul Allah, sa m'kamar mali me t'pa, ja Habib Allah, shëmbëll tira më e mirë, ja Nabi Allah, ja Rasul, ja Habib, ja Nabi Allah. Krejt ummet ty të pason,
për ty, emrit e zanin e jeshon, vepra jote sunneti jon. Emrit e zanin e jeshon, vepra jote sunneti jon. Selam të bajnë troje tona, ja Rasul Allah, sa m'ka marrë mali me t'pa, ja Habib Allah, shëmbëll tira më e mirë, ja Nabi Allah, ja Rasul, ja Habib, ja Selam kel nga Kumanova, ja Rasul Allah, sa m'ka marrë mali me t'pa, ja Habib Allah, shëmbëll tira më e mirë, ja Nabi Allah, ja Rasul, ja Habib, ya Nabi Allah. Kur dhon nuk është sejdë mëra, një ditë që shkon nuk kthehet më. Kur dhon nuk është sejdë mëra, një ditë që shkon nuk kthehet më. Udhëzimin rini si lulja kur qel, mëkati që hin me pendim del. Dita llogari sa shpejt po vjen, koha do të ndalet dhe vetë lë. Dita llogari sa shpejt po vjen, koha do të ndalet dhe vetë lë. Kur dhon nuk është sejdë mëra, një ditë që vjen nuk kthehet më. Kur dhon nuk është sejdë mëra, një ditë që shkon nuk kthehet më. Allahumma ya Rabbi, na fal neve Perëndim. Allahumma ya Rabbi, na fal neve Perëndim. Na jep t'miran këtë dunia, na hiret Zot na shpëto. Na jep t'miran këtë dunia, na hiret Zot na shpëto. Na shpëto. Na fal neve babenon, fali gjithë këto besimtar. Na fal neve babenon, fali gjithë këto musliman. Bëjni ibadet pa janda, na prano Zot këndua. Bëjmi ibadet pa janda,
na prano Zot këtë dua, këtë dua. Na bën jetën të begatshme, edhe vdekjen të rehatshme. Na bën jetën të begatshme, edhe vdekjen të rehatshme. Na i merr shpirtat me iman, besimtarë në jemi kanë. Na i merr shpirtat me iman, besimtarë në jemi kanë, jemi kanë. Është pyet një prej njerëzve të urtë dhe i kanë thonë për një çështje të cilën do qatë në llogari përpara Allahut Dhul Xhelal. Dhe si të jepsh llogari përpara Allahut Dhul Xhelal për punët dhe veprimet e tua, kur e dim se çdo bir i Ademit është gabimtar. Thot edhe lexon ajetin kuranor të surës El-Infidar, ajetin e 6, thot Ja eyyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allahu Dhul Xhelal thot Kurani Kerim, o ju njerëz, çka të mashtroi ti që nuk i besove Zotit tanë bujar? Çka të ka shti ti që mos më bind Zotit tanë? Dhe thot, nëse më pyet thot mu Zoti jem, o ti njeri që të ka të mashtru ti kundrejt meje, që të ka të bo ti kundrejt meje, që mos t'i bindesh urdhrit tim, që të mos t'i përgjigjesh thirrjes time. Thot, do t'i them, ja Rab, o Zot, bujaria jote, mbulimi yt i lëshuar mbi robin tënd, është ajo e cila e ka mashtru robin tënd. Mbulimi i Allahut të dashur vëllezër është rahmet, është mëshirë. Mirë, por njeriu duhet ta dije se Allahu Dhul Xhelal do t'ja mbulon njeriu një herë, 2 herë, 3 herë. Por mirë, po kur te njeriu veprat e këqija ja mbulojnë zemrën dhe dashuria ndaj gjunohët është e ngulitur në zemrën e robit, në zemrën e njeriu, dhe ai e do dhe del nga shtëpia e tij, Allahu Dhul Xhelal mos na bën nga kjo lloj, por dhe thot ki del nga shtëpia e tij dhe është i vendosur ti bëj gjuna Allahu Dhul Xhelal, nuk i përgjigjet thirrjes së Allahu Dhul Xhelal, Allahu na ruajt, thot atëherë është shkatërimi shumë afër për këtë dhe larg është rahmeti i Allahu Dhul Xhelal. Për këtë arsye të dashur vëllezër, nëse del njeriu nga shtëpia, duhet ta ketë të qartë dhe qetë i bindur i palohatën imanin e tij se Allahu Dhul Xhelal e sheh, se Allahu Dhul Xhelal di çdo send, se Allahu Dhul Xhelal dëgjon çdo send. Për këtë arsye, çështja e imanit duhet të jetë stabil. Për kur robi i Zotit del nga shtëpia e tij, qeti i palohatën në imanin e tij, se Allahu Dhul Xhelal e sheh, Allahu Dhul Xhelal e ndëgjon, Allahu Dhul Xhelal din çdo send. Imani besimtarit islam duhet të jetë i palohatën në këtë çështje. Amantu billah thumma istaqim, me i besu Allahut dhe me qëndru stabil në këtë. Ne i besojmë Allahut. Allahu Dhul Xhelal është ai Zoti ynë, krijuesi i gjithësisë, edhe i Ramazanit, apo dhe i ditëve tjera. Ne Allahu Dhul Xhelal e kemi madhuru, e kemi lavdru, edhe muajin e Ramazanit, a me lavdrojmë, e madhurojmë, edhe jashtë muajit me katë Ramazan, edhe muaj tjerë dhe ditët tjerë, vazhdimisht çdo moment të jetës sonë, Allahu Dhul Xhelal meriton lavdrim dhe hamd. Për këtë arsye të dashur vëllezër, ne vazhdimisht duhet ta lutim Allahun Dhul Xhelal për të mirat të cilat na i ka dhënë Allahu Dhul Xhelal, na i shton ato dhe të na bëjë hajrit të dobishëm për familjen dhe gjithë shoqërinë. Ta lutim Allahun Dhul Xhelal me përkushtim, me bindje dhe në nështrim të plotë ndaj tij. Ne kemi thonë dhe po e them përsëri, ciklin e ligjëratave të Ramazanit e kemi fokusuar pikërisht në këtë. Kushtet e imanit, kushtet e islamit dhe kushtet e ihsanit.
kushtet e imanit, me I besu Allahu Dhul Gjelal, me I besu melekëve të Zotit, me I besu librave të Allahu Dhul Gjelal, me I besu pejgamberëve të Allahu Dhul Gjelal, me I besu ahiretit dhe me I besu caktimit të Allahu Dhul Gjelal. Kushtet e Islamit. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nuk ka zot tjetër përpas Allahut dhe se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe I dërguar I Tij. Me fal namazin, me dhënë zakatin, me agjëru Ramazanin dhe me shku në hax kush ka mundësi. Ama këtë kushtet e kësaj I përmbledh kushtet I ihsanit, pamirësisë. Çfarë veç një kusht e ka kjo? E ka kushtin sinqeriteti. Çka kuptojmë në me këtë? Si kushtet e imanit, si kushtet e Islamit kërkojnë sinqeritet. Me I besu Allahut, do në sinqeritet. Me I besu me lajkeve të Allahut, librave të Allahut, pejgamberëve të Allahut, jetës e ahiretit dhe ditës së llogarisë. Caktimit të Allahut Dhul Gjelal, pra, ne me I besu me sinqeritetin më të plotë. Kushtet e Islamit. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Do sinqeritet kjo fjalë, kjo dëshmi. Me fal namazin, kjo do sinqeritet. Me dhënë zakatin, do sinqeritet. Me agjëru Ramazanin, do sinqeritet. Me shku në hax, do sinqeritet. Secila do sinqeritet. Pra për hir të Allahu Dhul Gjelal, sepse thot pejgamberi alayhis salatu wasallam, ka të ngjarë, mund ndodhe, thot që dikush me u fal tër natën, ama thot pe namazit të tij, thot nuk përfiton kur gjë veç pa xhumsinë e tij. Zoti na ruaj. Ama thot e pejgamberi salatu wasallam, thot mund ndodhe që dikush me agjëru tan ditën, ama thot pe agjërimit të tij nuk ka përfituar kur gjë përveç se ka fituar eqe dhe uri. Allahu na ruaj. Për këtë arsye të dashur vëllezër, ne muajin e bekat Ramazanit jemi mundu me I shtu punët e mira, veprat e mira, ibadetin ton, me përforcu lidhjen ton me Allahun Dhul Gjelal, me përforcu lidhjen ton në familje dhe me përforcu lidhjen ton në shoqëri. Lut Allahun Dhul Gjelal që të razim me ne dhe veprat tona. Allahu Dhul Gjelal ne pas pranu agjërimin ton, zakatin ton, sadakatul fitrin ton. Allahu Dhul Gjelal gjithve la shtoh pasurinë e hallalit. Allahu Dhul Gjelal na ruaj neve dhe familjen tona pi kufrit dhe shirkut, pi kamatës dhe pi xhozit dhe pi punëve të ndyta dhe të neveritshme. Allahu Dhul Gjelal na bashkoft në punë të hajrit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum. Në këto qaste të bajramit, buzëqështira e muslimanit, sot ka gëzim bota islame, knajnë Koran e thret e zanë. Gëzohu, gëzohu muslimane, sot festojmë bukrin bajrame. Gëzohu, gëzohu muslimane, sot festojmë bukrin bajrame. Ramazanin me plot begatije, e përcollëm me krenarije, me ibadet e dhikër Zotit.
Gjithë natyran formë të vete, madhron Zotin e vërtetë. Ndriçon hëna shkëlqen dielli, feston toka e feston qielli. Gëzohu, gëzohu, muslimane, sot festojmë bukrin bajrame. Gëzohu, gëzohu, muslimane, sot festojmë bukrin bajrame. Çdo shtëpi të muslimanit shtrohet sofra e bajramit. Për shëndet vullaj vullane vete, uron bajramin për shumë vjete. Gëzohu, gëzohu, muslimane, sot festojmë bukrin bajrame. Gëzohu, gëzohu, muslimane, sot festojmë bukrin bajrame. Në qoftë me hajë Bajrami, të dashur vëllezër, shkurt të me dal fëmijët. Allah i shpërblet disa donatorë, kemi marrë një iniciativë në të 3 xhamitë e qytetit, të shpëndojmë pak o dhurata për fëmijët për Bajram. Atë sa janë, inshallah na dalin për krejt, do të merrni jashtë daljeve, domethënë xhamisë të dy dyert. Më sporti fëmijët le të marrin nëse mbesin, le të marrin ato për të shtëpiat të cilët kanë fëmijë më tepër. Por një le të marrin fëmijë që kanë ardhur këtu që janë mërdhif më tepër, mendoj se e meritojnë e kanë me hak. Allah e këftërëzish. Të ndërruar vëllezër, lutim Allahun xhaleshanuhu që Allahu të jetë i kënaqur dhe razi me këtë Ramazan të cilin kemi kalu, Zoti i ta pranoft lutjet dhe ibadetet tona. Ju kisha lutur para se më janis me fal namazin e fitër Bajramit mi mush safat, për shkak se që ki safi 2 dhe i 3 edhe i pari janë më të mirë të Allahu xhaleshanu dhe të liftum. Kështu që mushni, për shkak se edhe ka njerëz të cilët janë duke pritën atje mbrapa. Mos u ulno, do të tregojmë se si falet namazi dhe edhe ta falim namazin e fitër Bajramit. E vendosa se puna në jetë me fal namazin e fitër Bajramit. U drejtova ka kibla, ju drejtova imamit, dhe morëm tekbirin e parë, e këndojmë subhanak Allahumma, edhe i bojmë 3 tekbire, e këndojmë elhamin edhe një sure, shkojmë në ruku dhe sejdë, ngritemi në rekatin e dytë, e këndojmë elhamin një sure, edhe i marrëm 3 tekbire, në tekbirin e 4 shkojmë në ruku dhe në sejdë. Pra, ju kisha lutur t'i mbushim safat, ju që jeni jashtë dhe ju që jeni mrena dhe më thonë atje, dhe të vazhdojmë me namazin e fitër Bajramit. Allahumma salli ala Muhammedi wa ala ali Muhammed. Pra banu gati për ta falur namazin e fitër Bajramit. Allahu Akbar,
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا
إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين وكبروا تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر هو الحي لا إله إلا هو فادعه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المخلصة بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم. وأذكركم بقول الله عز وجل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. ويقول الله عز وجل أيضا بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. ويقول رسول عليه الصلاة والسلام في حديث الشريف من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال أو كما قال. وبعد عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر واشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما أنه نهى وزجر واخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. O Allah, ty të takon falenderimi plot, lavdërimi sinqert edhe madhërimi në çdo kohë dhe në çdo vend. Të falenderojmë që na dhurove jetën, besimin edhe që na mundsove të përjetojmë dhe të përfundojmë muajin e bukur të Ramazanit. Paqja dhe mëshira qoftë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. O Allah, pranoj prej nesh agjërimet tona, namazet tona, lutjet tona, sadakat tona dhe çdo vepër të mirë që kemi bërë për hirën tënde, ya Rabbel Alamin. Nëse kemi mangësi, plotësojmë mëshirën tënde, sepse ti je falës i madh dhe mëshirues i pafund. O Zoti i madhërisëm, fal na mëkatet tona, të voglat dhe të mëdhat, ata që i dim dhe ata që nuk i dim. Pastroj zemrat tona nga urrëtia, zilia dhe përçarja, edhe mbushja ato me iman, dashuri dhe sinqeritet. O Allah, në këtë ditë të bekuar të Fitr Bajramit, na baj prej atyre që i gëzojnë faljes tënde dhe mëshirës tënde, ya Rabbel Alamin. Na bën prej atyre që falin të tjerët dhe që përhapin paqë e mirësi në mesin e njerëzve. O Allah, bashkoj zemrat tona si një trup i vetëm, forcoj vëllezërit tanë dhe largon nga ne çdo përçarje mes nesh. Na uzon në rrugën e drejtë dhe na mos në largo prej saj pasi që na ke udhëzuar. O Zot, bekoj familjet tona, prindërit tanë, fëmijët tanë dhe të dashurit tanë, ya Rabbel Alamin. Mëshiroj prindërit tanë ashtu siç na kanë rritur me dashuri. Mëshiroj të sëmurit tanë, lehtësoj hallat e tyre që janë në vështirësi dhe jep ju furnizim të bollshëm atyre që janë në nevojë. O Allah, mëshiroj të vdekurit tanë, ndriçoj varret e tyre edhe bëj prej banorëve të xhenetit. Na bashko me ta në të mirë dhe në krahatsinë tënde. O Zot, pranoje zakatin e fitrit dhe çdo sadaka që është dhënë për hirën tënde, ya Rabbel Alamin. Bëj atë shkak për pastrim të shpirtit tonë dhe për ndihmë për nevojtarët tanë. O Allah, na mundso që të arrijmë edhe më shumë Ramazane të tjera me shëndet, iman dhe përkushtim më të madh. Mos na bëj këtë Ramazan të fundit po na falur dhe po na mëshiruar. O Allah, je paqe dhe siguri në vendin tonë dhe në mbar botën, ndihmoj ata që janë të shtypur dhe jepu fitore të drejtëve. O Allah, pranoj prej nesh këtë lutje dhe bëje këtë bajram fillim të një jete më të mirë, më të pastër dhe më afër teje. Ti je dëgjuesi i afërti dhe ai që i përgjigjet lutjeve tona, pranoje prej nesh, o Zoti im. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Të nderuar vëllezër, të nderuar teleshikues të televizionit Festa, të nderuar besimtar, në emrin tim u uroj të gjithëve festën e Fitr Bajramit, duke lutur Allahun xhaleshanuhu që t'ju shpërblen të gjithëve që i morët hapën nga kjo xhami. Në veçantë i përshëndes
I falenderoj kolegun tim Recep Efendi Bekteshin, muezinin e xhamisë Abri Neviun, familjen e Haxhi Shefketit që për kujdes që sot namazin e Bajramit ta falmi së bashku të gjithë në hapësirë të hapur. Edhe në herë ju dëshiroj që të kaloni ditë të mirë, për hajër na qoftë festa e fitër Bajramit. Allahu kabul të gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.